Raporti I fundit I Transparency International për vitin 2025 evidenton se Shqipëria vazhdon të përballet me probleme të thella në funksionimin e shtetit të së drejtës, ku përparimet e izoluara nuk arrin të kompensojnë dobësitë strukturore në disa sektor kyç. Një nga treguesit kryesor mbetet niveli I korrupsionit, ku vendi renditet me 42 pikë nga 100 në indeksin e perceptimit të korrupsionit, duke reflektuar një situatë që konsiderohet ende problematike në raport me standardet ndërkombëtare. Ndër shqetësimet më të mëdha të evidentuara në raport është mungesa e transparencës në menaxhimin e fondeve publike. Procedurat e prokurimeve publike vazhdojnë të karakterizohen nga mungesë publikimit të planave dhe përdorimi I shpeshtë I procedurave të negociuara, duke rritur rrezikun për favorizime dhe abuzime. Në të njëjtën linjë, raporti nënvizon edhe përdorimin e fondeve shtetërore gjatë fushatave elektorale, një praktikë që mbetet shqetësuese për integritetin e proceseve zgjedhore. Një tjetër problematikë thelbësore lidhet me ndërhyrjen politike në sistemin e drejtësisë. Sipas raportit, pavarësia e institucioneve gjyqësore vijon të cënohet nga presioni I drejtë për drejtë apo I tërthorti aktorëve politik, veçanërisht në çështje të ndjeshme korrupsioni. Kjo situatë ilustrohet edhe nga nisma ligjore të fundit që synojnë të kufizojnë pezullimin e zyrtarëve të lartë gjatë hetimeve, të cilat janë interpretuar si përpjekje për të dobësuar mekanizmat e llogaridhënies. Megjithëse SPAK përmendet si një nga institucionet me progres më të dukshëm, duke ndërtuar një rekord më të qëndrueshëm në hetimin e korrupsionit në nivele të larta, raporti thekson se pjesa tjetër e sistemit mbetet e dobët. Bashkëpunimi institucional është I kufizuar, numri I referimeve për hetim është I ulët, ndërsa Prokuroria e Përgjithshme dhe Policia nuk arrin të njëjtin nivel eficience. Veçanërisht policia konsiderohet ende shumë e ekspozuar ndaj korrupsionit. Problemet e transparencës shfaqen edhe në mekanizmat e kontrollit të pasurisë. Edhe pse deklaratat e pasurisë verifikohen, ato nuk publikohen në mënyrë të plotë dhe aksesohen vetëm me kërkesë, ndërsa vetëm një pjesë e vogël është bërë publike online. Kjo kufizon ndjeshëm mundësinë për kontroll publik dhe rrit dyshimet për mungesë llogaridhënie. Në planin ligjor, raporti evidenton mangësi të vazhdueshme në rregullimin e konfliktit të interesit, lobimit dhe financimit të partive politike. Legjislacioni në këtë fushë mbetet I paplot dhe nën standardet e Bashkimit Evropian, ndërsa mungesa e transparencës në kontaktet me lobistët dhe raportimi I kufizuar I konflikteve të interesit përforcojnë këtë problematik. Media përbën një tjetër pikë kritike. Sipas raportit, tregu mediatik në Shqipëri është shumë I përqendruar në pak kompani të lidhura me interesa politike dhe ekonomike. Mungesa e transparencës mbi pronësinë dhe financimin si edhe përdorimi I reklamave shtetërore pa rregulla të qarta ndikojnë negativisht në pavarësinë editoriale dhe pluralizmin. Gjithashtu evidentohet një rritje e ndjeshme e sulmeve ndaj gazetarëve, duke reflektuar një klim gjithnjë më të vështirë për ushtrimin e lirë të profesionit. Raporti ngre shqetësime edhe për efikasitetin e sistemit gjyqësor, ku proceset e emërimeve dhe promovimeve janë të ngadalta, mungojnë burimet njerëzore dhe sistemi elektronik I menaxhimit të çështjeve nuk është plotësisht funksional. Këta faktorë ndikojnë drejt për drejt në zvarritjen e proceseve dhe uljen e besimit të publikut. Në të njëjtën kohë, shoqëria civile përballet me presion në rritje, përfshir fushata denigruese dhe mungesë mbështetje institucionale. Ndërsa mungesa e një strategjie të re kombëtare dhe reduktimi I fondeve rrezikojnë funksionimin e saj afatgjatë. Në tërësi, raporti konkludon se Shqipëria ka bërë përparime të pjesshme, por problemet sistemike në transparencë, drejtësi dhe funksionimin e institucioneve mbeten pengesa kryesore për forcimin e shtetit të së drejtës dhe avancimin në procesin e integrimit evropian.